Ervan, unë e shak këthy pak të ngjarja ditës. Të ngjarja ditës? Po dhe të shkëllë dhe kës, se edhe po du mu këthy nëse rezia më rëtë me qitë qatë pjesën e exit pollit, kur jenë pyet votust arsyen pse kanë votu një parti. Nëse këshin mujtë me qitë. Jo. A ne, vënë e lexoj për istujt, a bë? Jo, adim se, ja kanë hunë që exit pollit, kështu si. A ne të shumë mirë, në me që thatë po du me lexu nëse pritoj me qitë mos të qesin. Jo. A që na e nxjerrim. Po është në rëndësi për pjesën e debatit kështu. Mirë. Se që për shembull ku e ki arsyeja pse është votu një parti, domthonë të le keja 11% lideri i partisë. Lideri i partisë, derisa ato parti tjera e ki ekstremisht më lart. Këta ja kanë huq për 4%, pe bojmë 15%. Bojnë maksimum 15%, po. Ose shto. Edhe nëse bën normal ta shkëshyrëm historinë e partisë, kështu thash për shembull çu delte LDK-ja 48 pro, 44 ose 52 ose çu dush. Do me thonë, kjo të ka zënë ty diçka që elektorati i LDK-s nuk e ka votu, edhe qaq pak sa e ka votu, nuk e ka votu për shkak të Lumirit, po e ka votu për shkak të historisë, që i bjene ka votu për shkak të qasoj që i thujnë rrugovizëm, shka do që në kupton kush donë me të. E problemi është të, për shembull që nëse sot diskutohet... Po i vjen që lista e kandidatëve u konë maj mirë sekretari? Jo, unë po them çift. Lista e kandidatëve për deputet, 16 vetëm akronimi po do me thënë, listat motivant. Çdo pozicion tjetër, çdo pozicion tjetër është më i lartë se kryetari. Domthonë çerik pozicionet përveç ta tjerë, çka i bën një pikë, këto tjera domthonë gjithë janë më lart se kryetari që është e kundërta e gjitha partive tjera. Domthonë nëse sot DDK-ja e ka brengën kryesore qysh me rregullu karrierën Lumir Abdizikut, le të kanë atë brengë. Nuk është problem. Mirë po, nëse merret parasysh kjo, sot do më huq, gjysën më huq prapo keq. Për gjysmë me kon gabim. 50%. Prapo keq. Prandaj mendoj që LDK-ja duhet më këshyrë mi pas parasysh shumë që tu, para se me pas këtë brengë se çka ndodh me Lumir Abdizikun, edhe këto tentativat, kitë se po jap dorëheqje, kitë se s'ma pranon dorëheqjen. Se pyetja është nëse historia e partisë që i bjen prap Ibrahim Rugova, se s'ka tjetër histori, është ajo, është pyetja pse votues të LDK-s kanë shku për shembull te njerëz që janë brenda VV-s, e që thirrën rrugovizëm si Donika ose këtu nerviosa e pecje të tjerë, domthonë, këtu e kemi një problem të madh, i cili është leadershipi i LDK-s. Sepse ashtu nuk ka mënyrë tjetër me këtë punë. Përveç që leadershipi nuk ka mujt me transportu që të historinë e partisë të leadershipi i partisë. Edhe unë që shpën dëgjoj nëse ato të njëta që i kënë dëgju edhe te edhe ju tjertë, që tentativa është me i largu hala dhe do tjerë, prej kryesisë, prej strukturave të LDK-s, po që? Po bën me ditë, si pas të... Po, jo si pas informatave... Po dhe, që Ermolis për kalzën. Dëgjëm, informatave mujnë me qenë... Se Ermolis do të në kalzën. Plëtsisht gabume... Do jam në pëthu, si mos me kon kalzën. Plëtsisht gabume, pa bën mes njerë me përfundi. Për Imrin që e dita sigur, kalzova se konfirmohen 3 burime. Regull të Veçën një burime Vështë përfundoj mendime. Regulli gazetarit është me pas 2-3 burime të konfirmuar. Jo, ma se ma ashtu natë shumë do në televizor. Unë e dalë, vëlla. Që ashtu e bëj gazetarin teme. Edhe njëre. Problemi është këtu, nëse ti vazhdon me i largu njerës, cilët janë që kjo pjesë a historisë partisë, po që ta Lutfi Azira, Abdullah Hota, Hikmete Bajrama e qëta. Po qësh mota i kotët i pesti ka dojë Abdullah Hota? Po ndëgjëm, unë po flasë për i strukturave udhëhecë, nuk po flasë se largon për partisti, po me minimizimi e rolit mbranda udhëhecisë partisë. E këpi kryesisti po thua? Po nuk e, ndëgjëm, unë po flasë që ka komni mbranda prej njerëzve që kanë qenë pjesë e këtyre takimeve. Okej. Do mos se ata mujnë mu largu vetë, ose mujnë mu largu prej dikuj, unë s'po thëmë që e kam këtë informatë sigurt, as nuk po du me shpërnda, thashë thëmë, po kjo për këtë arsye po flas. Nëse karriera e dikuj është më me rëndësi se pjesa e çka ndodh me një parti ose me një lëvizje serioze politike në Kosovë, atëherë të bojnë. Nëse është e brenga kryesore të vazhdojnë kështu. Unë po frikuna që ajo që ka thonë Ibrahim Rugova përpara, kur dilken zgjedhjet e ke votoni edhe në ikon tjetër, do më hap punë Albinit. Me dalë mi thonë votuzo amën votoni edhe këta ka pak. Se mënyra çysh po udhëheq opozita vetën është shkatruese, sidomos kur udhëheqësit e partyjnë e partive nuk e shohin problem, po thonë aty çka më rëndësishme me vazhduan në çdo edhe pak. Se si kumbo do plane, s'ku bos planën e mutërik. Plani jam mjetësor nuk e ka para po. Prandaj vazhdojnë edhe një vjet aty. Edhe unë po shpresoj shumë që LDK-ja nuk e ka brengën e Lumirit siç dash me pas po vetën,
edhe me reflektun këtu ndishmërit e votusit që ja ka dhonë përgjegjen edhe me vota, po edhe këtu në